Në këtë botë të pjerët ku realiteti rrëshqit si gjam i lagur, drita nuk bie më drejt. Ajo përthyet, rilind, si një kujtim që nuk pranon të vdes. Dhe hekurat e burgut, ato skelet e ftohta kohe, nuk janë më kufi, por harqe muzike të ndryshkur, ku drita luan si violine pa dukshme në ngishtat e ajrit. Hijet nuk janë më dënim, janë kaligrafi e një poetike të fshet, që shkruan mbi mure, një gjuhë që s'ka alfabet, por vetëm ndjesi. Në këtë univers të përmbysur, sinceriteti nuk ecën, a i rjedh, si një lum i bardh që harron gravitetin dhe prek çdo gjë pa e lënduar. Dhe delirësia, ajo nuk është më koncept i largët, as virtyti i heshtur i librave të vjetër, por një ëmbëlsi e gjallë shpirti, si mjal që pikon nga plagët e dritës dhe i shëron pazurm. Diku midis hekurave dhe pafundësis, ku realiteti harron të jetë i ashpër, njeriu nuk është më burgosur, është vetëm një dritë që ka mësuar të mos dorëzohet para formës së saj.